Kemi nisur programin e drekës edhe për sot, me mua në studio në pjesën e partë të tij është zoti Tomor Alizoti, deputeti i Partisë Demokratike, drejtues politik i qarkut të Elbasanit. Kujtojnë Elbasan rezultati është 10-4, 10 Partia Socialiste, 4 Partia Demokratike Alianca për Shqipërinë Madhështore. Mirë se vini në studio, kënaqësi t'ju kem këtu. Faleminderit. Ky është rezultati dobët për ju. Ju dhëm ky rezultat pse erdhi, sipas mendimit tuaj? Mua nuk më dhëm kjo biseda shtruar në këtë formë, por mua më dhëm që në Shqipëri është rrezikuar demokracia. Dhe më dhëm një gjë seriozisht, me që e filluam direkte kështu punchline. Me dhimbje. Jo, pa dhimbje. Po e filluam direkte me kolpo, më dhëm një gjë, që 12 vjet në Shqipëri, i gjithë fokusi i perceptimit është përqendruar te opozita. Dhe e gjithë pjesa tjetër është fokusuar te spektatori. Pra të gjithë janë bërë tifoz. Po pse e thoni këtë? Ku Sepse kjo është. Po pse ku? Sepse qëndron. Cili është shembulli konkret? Ja, shembulli kjo, siç e filluat ju. Aferat e qeverisë për shembull, Siç e për filluat ditë ju. publikohen media. Jo, nuk është kjo. Jo, sepse Po ku? të gjitha emisionet e mbrëmjes fokuzohen tek opozita. Po ju jeni opozitës, unë t'ju pyes për socialistët, t'ju pyes për mazhorancën. Duhet më sillni një të PS-s. Pra nëse ju pat në këto zgjedhje, që nuk ndodhin asnjë lloj zgjedhje tjetër, e gjithë PS-ja është zhdukur nga ekranet televizive. Nuk ka. PS-ja aty është, po personalisht mua më intereson të kemi bisedë me ju. Patjetër. Ne do ta bëjmë bashkë bisedën. Kjo është zgjedhje personale. Patjetër, dhe unë do i përgjigjem në format e mia. Po them dhe po e shtroj sepse ky është problem esencial, është problem themelor i demokracisë. E gjithë shoqëria në një vend demokratik pozicionohet dhe merr në vëzhgim pozitën, pushtetin, nuk mund të marrë opozitën. Dhe ky është një proces që s'ka të bëjë me ju, por ka të bëjë me gjithë procesin mediatik. Pse e them këtë gjë? Dhe pse unë e përmend media? Se media është shtylla kryesore e ndërtimit dhe ruajtjes demokracisë. Ajo ndërton perceptimin publik. Dhe nëse i gjithë perceptimi publik mbi 12 vjet është i përqendruar tek opozita, tek ajo që nuk ka pushtet, atëherë kjo do të fajsoj direkt dhe indirekt në trurit e njerëzve që na ndjekin vetëm opozitën. Po e marrim të mirë qenë. Në demokraci kush i garanton zgjedhjet? I garanton shteti. Shteti në Shqipëri është palë. Dhe këtë nuk më thon mua askush. Shteti në Shqipëri është palë me pushtetin. Sepse nuk mund të më sqaroni ndryshe dot, jo ju, pa asnjë manual politik atyre që e kanë formuar si shkencë politikën, që njerëzit anonim, njerëz pa një fjalim politik, pa një interes politik, pa një perceptim politik, të jenë më të votuar si kryeministri. Këtu bien zgjedhjet. Këtu bien të gjithë logjika e zgjedhjeve. Dhe këtu nuk mund më pyesni, me gjithë respektin, po e shtroj edhe unë bisedën, për rezultatin. Tu s'ka më rezultat. S'ka më rezultat. Nëse një politikan ka përballë kartelet, ka përballë bashkinë, ka përballë policinë, ka përballë dhe qeverinë. Kjo s'është më. To nuk janë më zgjedhje. Dhe kjo nuk është për të justifikuar asgjë. Por perceptimi publik dhe mediatik e çon projektorin që e gjithë faji i kësaj është opozita. Jo. Po ndodh diçka, jo nuk po them për sepse nuk e kam takrin për ta bërë këtë. Unë jam debatues i këndshëm. Në emër të medias do thoja këtë gjë. Ju ishit ata që thoshit në fushat se do të vinit në pushtet. Atëherë si mundet media mos merret me ju kur ju dhat ofertën, ju i folët shqiptarëve, ju kërkuat votën e tyre dhe sot nuk erdhët në pushtet. Pra, patjetër që do bëhet një analizë edhe në fund pyetjesh. Jo vetëm media merret vetëm me ne. Nuk është e vërtet kjo. Kjo është më së Jo, vërtet. nuk është e vërtet. Këtu nuk jam dakord. Media merret me këdo. Zonj. Që është pjesë e skenës politike shqiptare. Autokracia, nuk e them unë, e thanë edhe që jam zgjuar son, ndërtohet nëpërmjet propagandës. Dhuna është elementi më i vogël në një autokraci. Pra është pjesa më e vogël. Njerëzit mendojnë, jo, është propaganda. Dhe kush është pjesa më e madhe e propagandës? Është media. Se mohojmë dot ne. Nëse mohojmë dot këtë që nëse kryeministri mos sqaroj një gjë zonjë që unë them që e di, që jam i bindur. Pra e di. Nuk marr përsipër të flas për gjithë median e këtij vendi, marr përsipër të flas për median ku punoj unë. Tek ju, se s'po flas për ju. Pra është një gjë që unë jam i bindur se e di. Pra nuk më sqaroni dot, nuk më mbushni dot mendjen. Pra nëse unë prek të telefonit që sot është bërë një kompjuter dhe kur hyp shkallët dhe kur zbret shkallët Rama, më del si lajm. Pra, gjithçka sensacionale dhe pozitive ndodh tek pushteti dhe gjithçka negative ndodh tek media. E kalojmë këtë etapë. Tek opozita e kështu. Ndodh tek opozita. Pra, e kalojmë të si etapë
çfarë dua të them që mua më shqetëson dhe këtu them që Po më nuk dha. është negative. Nuk mendoj që media flet për gjërat negative të opozitës. Mos më shpjegoj një gjë. Jo, po ajo që dua të kuptoj unë është kjo. Pra, ndodhi kjo që ndodhi. Media është këtu për të pyetur dhe ju për t'ju përgjigjur sepse patët këtë rezultat dhe ju me të drejtë bëni analizën tuaj për ditë. Ju thoni që pushteti është i lidhur me shtetin, ju thoni që kjo mazhorancë doli e gjitha në terren me gjitha administratën e vetë, ju thoni që kjo Parti Socialiste ishte e lidhur me krimin dhe krimi diktoi zgjedhjet, pra ju bëni vetë këtë lloj analize për t'i shpjeguar publikut se prandaj humbët kështu. Një bisedë. Jo. Atëherë, pyetja që bëj unë është, ku ishit ju për ta ndaluar të gjithën këtë, se ju e dinit kë kishit përballë, apo jo? Kjo është një pyetje për mua, se zuta këtë debatin me ju, naive. Pse është naive? Është naive, sepse në demokraci, sistemin zgjedhor e garanton shteti. Unë nuk jam organ ligjzbatues. Okej, pra po ju thoni shteti u lidh me... Për ta marrë. Atëherë, në moment që unë nuk jam as polic, as paramilitar, as njëri kartele që mbaj armë, besoj që shteti garanton, shteti është palë. Unë nuk kam që dua në për ditën e votimeve, parave kutive të votimit, drejtora. Drejtorin e filan dikasteri, çfarë kërkojnë ata aty? Çfarë kërkonin në rastin e Elbasanit, fletët e votimit në një lokal të një kryeplaku? Çfarë kërkojnë ata? Ato duhet të jenë në kutinë e votimit dhe në qendrat e votimit. Çfarë kërkojnë? Atëherë, folëm për garimin e humbjes, dakord. Unë do ta pranoja se nëse ish kryeministri Pandeli Majko, figurë politike lartë e PS-s, që ka qenë kryeministër, do mund të një, ose do mund të më dhe PD. Po, unë nuk mund të pranoj që një njeri që nuk e një askush të marrë vota më shumë, se s'më bën, jo ju, po dhe ata që shohin, nuk ka ratio politike dhe njerëzore, që një njeri që se një askush, merë vota më shumë se kryeministri që është e drama. Dhe se Pandeli Majko që nuk hynë fare. Tu s'ka zgjedhje, pra. Kjo është logjika e zgjedhjes. Po ndoshta nuk bën fushat siç duhet. Pse fitoi aq shumë vota Jorida Tabaku për shembull nga ju?